Sali Berisha bëri gabim strategjik, kaloi nga problematikë zgjedhore në nivel qendror ose në vjedhjen masive, zgjedhjen farsën zgjedhore që ishte faji i qeverisë, e kaloi në proces administrativ, që do të thotë me rinumrimin e votave dhe me rihapin e kutive, ai e ka kaluar problemin në administrimin e zgjedhjeve. Por në fund ditës kush e bën administrimin e zgjedhjeve? Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve ngret duar, thotë nuk është proces si organizoj unë. Unë organizoj vetëm nga ana rregullave. Por njerëzit e involvuar në proces janë partjak. Janë propozimi i Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Unë thotë si komisioner, unë nuk mbaj përgjegjësi për këta njerëz. Unë mbaj përgjegjësi për administratën time. Pra, nëse është futur durt në proces, nëse nuk janë respektuar rregullat, nuk janë respektuar dispozitat e kodit zgjedhor dhe janë vjedhur votat, janë tetërsuar gjatë numërimit, është faj partive politike. Edhe Sali Berisha e hoqi fajin nga qeveria, e hoqi fajin nga farsa elektorale dhe bëri farsë zgjedhore brenda subjekteve. Domethënë, të dy subjektet e mëdha kanë vjedhur